e bën gjithë për të thënë që unë kur po fus veten në këtë lloj sfide, pra është si të fusesh veten në nominim Big Brother, pa pas nevojë. Kur po fus veten në nominim pa lidhje, pra kur po dal vet në shesh të burrave për ju tjerët as s'ju llogaris fare. Pra është një mbyllje goje për të gjithë pakënaqurit. Pra se do ketë pakënaqur, patjetër. Sidomos kur ke edhe lek, kur ke edhe pushtet, kur mendon se duhet të jesh dhe i llastuar, natyrisht do kesh pakënaqësi. Edhe në PS janë majmur aq shumë të gjithë, saqë të gjithë do jenë pakënaqur. Po do qepin gojën para kësaj që bën Rama, sepse Rama i vën rresht. Ndodhe kundërta. Pas nuk diskutohet fare. Në Selin Roz. Pas nuk diskutohet fare. Sepse do prodhojnë pakënaqësi listat. Shiko, ata kanë treguar që janë me mec shembullor dhe për shembull Petro Koçi reagoi. Petro Koçi hyn te njerëzit që as nuk ka përfituar në gjë nga pushteti. Ka qenë thjesht një deputet socialist, ka qëndruar thjesht dhe vetëm socialist. Dhe është parë me syrin që Petro si tjetë, si mos tjetë, nuk do lëviz asgjë, të paktën në oborrin e shërbëtorëve të Ramës, edhe pushtet mbajtësve të Ramës, edhe përfituesve të pushtetit të Ramës. Si ishte Petro, si ishte, PS-ja s'humbi asgjë. Me aq kokra socialistët sa kanë mbetur në PS, po thuaj se PS-ja është komplet një parti tjetër politike, që mund ta quash PS, PSH, PR, LP, KS, vendosi çfarë emri. Aty është Rama dhe një parti politike që Rama i ndryshon ngjyrën për shembull e bën Mavi dhe pranohet, mund të ndryshojë edhe emrin, mund të ndryshojë çdo gjë. Pra ngrihet një ditë bukur dhe edhe e bën këtë gjë. Pra sfundi u bë dhe nutricionist. A mos hani 2 ditë tha, mund të rini dhe pa ngrënë se ju bën mirë, ju dobëson. Pra me Rama është diplomat, Rama është ekonomist, Rama është edhe nutricionist, Rama është gjithçka në PS. Dhe ata e dhullojnë për atë që ai është. Në fund fare kanë dhe drejtë se 12 vjet i kanë mbajtur në pushtet. Nëse i jep dhe një katëshe mandati tjetër, çfarë i thonë ata? Pse fitove zgjedhjet? Jo. S'ke fituesi nuk gjykohet, e kupton? Dhe në fund fare llogaria është e thjeshtë. Më mirë të jemi në pushtet se edhe nëse s'kam një mandat deputeti, një mandat ministri ose një portofol ministri. Punë e madhe jemi në pushtet. Pra llogaria bëhet dhe kaq e vogël. Jemi një alternativë. Se sa të jem në opozitë dhe mos kem asnjë mundësi shprese për të patur një benefit nga pushteti. Kështu që kjo i bashkon socialistët dhe ja ushuan në fund fare pakënaqësinë sado të madhe që e kanë, dhe unë besoj që ata e kanë sepse Rama her pas here edhe i keq trajton. Duke marrë rastin e emrimeve që i bën ose shkarkimeve që i bën nga media. Pa ditë askush se kur do emrohet dhe pse po shkarkohet. Dhe këtë e ka standard. Po petalet e trëndafilit socialist për t'i dhënë pak frym të re partisë, ëh? Ato petalet janë si këto lulet falso që i blen, e mbajnë ngjyrën gjithmonë, po nuk kanë as aromë, as si më thënë, as klorofil. Kështu që në një kuptim janë pjesë e një mozaiku fals që krijohet për të thënë që ne kemi gjenerim, kemi breza të rinj kështu. Unë shoh një theks fort të ignorancës politike, me mënyrën se si qasen ndaj lajkave për t'i rënë sy kryetarit edhe poezive plot epos partijak, shoh brenda një lloj analfabetizmi të theksuar politik dhe keqardhës gjithashtu për atë që na pret në raport me përfaqësimin politik tek ajo që e nisëm bisedën bashkë. Pra nga pikpamja e kualitetit që na pret në përfaqësim. Të doja shumë që të kisha vajza dhe djem, madje në një moment dhe vetë Rama i ka folur subkonscienca, kur ka thënë që unë tani jam 60 vjeç, po do doja njerëz rebel siç kam qenë unë kur isha i ri. Pra mungojnë të dyja partitë politike. Të rinj që i thurin aq lavdë sa PD-ja është dhe më dramatike situata. Bëhen memet e vitit. Këtu unë mendoj që presidenti i Kinës ose Putini do i kishte zili këta për elozhet që i bëjnë liderëve. Domethënë është aq e vështirë situata sa nuk di çfarë thuash. Po, nëse po themi bëjmë një përllogaritim bazuar në panoramën e përgjithshme të qasjes që ka ndjekur Rama për këto lista,
mendon se do ketë sukses në raport me votën? Mendoj që vota është e kalkuluar në tavolinë, zgjedhjet e majit janë të përfunduara, nuk po them që janë të manipuluara. Po me këtë gjendje që është opozita, kjo opozitë që kemi, dhe vetëm nëse na surprizojnë shqiptarët duke i dhënë besim këtyre partive që ne i quajmë të reja, po që nuk janë. Për mua, nga pikpamja elektorale dhe kalkulimit, kjo është e sigurt, vetëm nëse ndodh një tronditje që nga sqetulla Altin Dumani e nxjerr dosjen e McGonigal dhe i shkon një ditë në zyrë, i thot zotëri, më fal, po duhet vish sot pak me ne se kemi hap këtë çështje. Nëse ndodh kjo, pastaj natyrisht që ndryshimet do të jenë të padiskutueshme, po se si do rikompozohet arena politike dhe skema politike nuk di ta them se nuk jam orakull politik. Në këto kushte që jemi, me këtë konsensus të pashkruar dhe të pafolur midis Ramës dhe Berishës në distancë, Berishës i intereson të jetë kryetari i opozitës, të marrë edhe ca leje për Zenin edhe grupin rreth e qarë dhe mos ngacmohet ligjërisht nga drejtësia e re. Pra kjo është sfida. Të dy mos ngacmohen nga drejtësia. Pjesën tjetër politike ata e zgjidhin sepse e kanë zgjidhur që në 2008-ën. E qartë. Po që të jetë për shembull më fair përballë elektoratit të tij të 11 majit. Kush për tyre? Kryeministri për shembull, Rama. Pse nuk e ka spastruar listën, po themi, nga element që tashmë gjatë dihen që janë hetim nga SPAK. Se ti kërkove për pjesën që nuk dihet. Po këtë fusim tha Enver Hoxha, Beqir Ballukun ato muti, po përdor shprehjen e famshme Beqir. Aty tani është bër aq kala. Po të paktën elementët që janë aq shumë se na lejohet në një metaforë edhe jashtë kontekstit, pse kur e thua në vendin e dur nuk humbet etikën. Pra në një sens unë po të isha Rama, do bëja pastrim, po këtë pastroj përpara se tani i ngel bosh vendi se stresëzimi një raport delikat me drejtësinë për shembull. Degenerimit korruptiv është aq i madh sa që nuk ka nga të kthehet, e kupton? Sepse është bërë kjo punë tani, do të thënë nga ta kthesh. Drejtoresha e Korporatës Investimeve Shqiptare vetëm jep leje ajo. Po iku ato sheja, po ikën ato sheja, na iku dhe ato sheja. Do na ikë dhe Pallati Kulturës. Këtu tani interesat janë pleksur aq shumë me politikën dhe me qeverisjen sa këtë heqi. Prandaj na duhet drejtësia që të hetoj këto dhe të paktën të hetojnë këto thagmat e mëdha. Se unë banoj në Tiranë dhe kur i them njerëzve dëgjoj, jam te ATSH-ja, s'do i them dot më as jam te ATSH-ja, do të thon kush është ATSH-ja, ku është ATSH-ja, çfarë është ATSH-ja. Po ti thosh njerëzve tani takohemi te Pallati Kulturës, nuk do të thon më ku është Pallati Kulturës se ekziston më. Tani kalojmë pak po humbim referencat. Po. Qartë. Kalojmë pak djathas, koalicioni i ri me se ka djathas. Okay, mirë në rregull. Tani ashtu quhen. Kjo është temë tjetër pastaj. Ata janë më majtas se majtas. Tek Partia Demokratike, tek koalicioni me 26 parti, që u publikua dhe zyrtarisht, listat që i ka dhënë një numër të vogël, po themi aleat dhe më të ngushtë për të qenë në lista, se 4 i ka lënë Partisë së Lirisë, që është më madhja ndërta. Meta për shembull në listë të hapur, sikurse kërkoi, jo në listë të mbyllur të sigurt. Tani Berisha thotë që ky është koalicioni elitave politike, është më i miri që ka njohur historia. Nëse ka inflacionist politik më perfekt që mund të marrë gjithmonë një çmim të parë, është Berisha. Berisha është njeriu më inflacionist në politikë. Thotë gjithmonë atë që s'ndodh, atë që s'është. Pra, të konsiderosh një koalicion vlerash, parti me kryetar që kanë vetëm shoferin në vete, vetëm Berisha mund ta bëjë këtë gjë. Dhe pse e bën, unë nuk e di, por ka dy mundësi, sipas një logjike të thjeshtë. Ose se nuk do dhe e di që s'do ta marrë pushtetin dhe bën sikur, ose ka mbetur aq mbrapa në kohë dhe pse ka 34 vjet në politik, saqë nuk prodhon dot asgjë më tepër se sa riciklimi i mbetjeve politike, të cilat i ka ushqyer për dekada me radhë. Pra, çfarë bëri Berisha? Berisha mori prap ca kryetar partish që nuk kanë bërë kurrë zgjedhje brenda partive të veta. Dëgjoti kur ka bërë Partia Republikane zgjedhje? Dhe kush ka qenë rivali Fatmir Mediut?
Se që kur ka vdes Sabri Godo. Zgjedhje nuk janë bërë as në Partinë Socialiste tani, se edhe kjo është një temë tjetër. Po flasim për Mirë, koalicionin. Po që të vinë tek një gjë edhe më themelore, se mora skundur, pra shtysën nga kjo gjë. Ne nuk kemi demokraci brenda partive politike. Po pra ka zgjedhë individi dhe jo parti politike për këtë koalicion. Ne na mungon demokracia brenda partive politike dhe me që po flasim për demokracinë, më e tmerrshme është që gënjejnë dhe sy për sy dhe thonë bëm primare një proces ekselent demokratik. Ndërkohë Igli Cara deli pari me vota ndurës dhe emërohet në listë. Po mirë, ai e tha, domethënë duket që u vetë përgënjeshtrua, sepse ko më parë tha që procesi i primareve do të vendos listat. Domethënë kot që bëjmë to, se pastaj do nevojë për korrigjime. Po bëjmë sikur pra. Jo, po bëjmë sikur pra. Këtë se unë këtë po i them njerëzve, se unë vetë nuk është se kam pas ndonjë iluzion. Fare, as te primaret për kryetar bashkish, e kemi diskutuar edhe bashkë kur kemi qenë në intervistën e kaluar. Primaret që bëjnë me sikur, se primaret e vërteta është që ne të dy futemi ngar dhe bëhemi cop me njëri tjetrin. Unë të sakatoj ty dhe kush fiton nga ne të dy është një kandidat i fortë dhe është aq i fortë sa që mund të përballet edhe me më të fortin e krahut tjetër pastaj.